Shikues të dashur, përshëndetje. Jemi pra këtu në Bezisten, në një vend historik të lashtë të bukur. Kemi një rubrik speciale, enkas për të gjithë shikuesit e televizionit Alsat. Pra, jemi në myftinin e Bashkësisë Fetare Islame. Shikues të dashur, bashkë me ne sot është myftiu i Shkupit, zotëri Qenan Ismaili. Përshëndetje, zotëri Qenan. Përshëndetje. Ju falenderit që erdhëm në këtë vend të bukur, na ftove në këtë vend të bukur të quajtur Bezisten, një vend të lashtë historik. Unë ju falenderit shumë që përgjodhët që këto ditë të fundit të Ramazanit, pra këtë Bajramit, të bëjmë bashkërisht këtë bashkëbisedim dhe shfrytëzojmë nga rasti që t'i përshëndesim gjithë ata që na ndjekin përmes ekranit televiziv. Mirë, pra, sot do flasim pak më gjërësisht në një temë shumë interesante, me siguri që ju intereson të gjithëve, është për konceptin islam të fejes, ku do të trajtojmë më shumë tema, festa që i kemi në fenë tonë. Po, patjetër, koncepti islam mbi festat është pak më ndryshe, ndoshta nga ajo që njerëzit e flasin, e bisedojnë, dhe kjo ndëlidhet drejt për drejt me të dërguarin e Zotit, i cili solli krejtësisht një koncept të ri, solli një filozofi të re të festave, gjithatë të bazuar në fjalët e Zotit dhe fjalët e profetit Muhammed a.s. Sepse çdo popull, çdo fis, çdo vend i ka festat e veta, i ka traditat e veta, po ashtu sikur që mund të ndahen festat në ato që janë kombëtare, që ndëlidhen me data të rëndësishme historike të një populli të caktuar, të një vendi të caktuar, dhe ato data historike që duhet të kujtohen, të përkujtohen, të flitet, të shkruhet, të këndohet. Por në fenë islame, pejgamberi alayhis salam kur erdhi në Medinë, pas shpëngullit që bëri nga Meka, pa që aty festoheshin disa festa të tyre, dhe pejgamberi Zotit i porositi që ne do t'i zëvendësojmë me dy festa tona fetare. Tani, ne duhet të bëjmë dallime mes asaj që është festë kombëtare, nacionale, historike dhe ajo që është fetare. Festat fetare ndëlidhen drejt për drejt me individin i caktuar dhe jo me datë të caktuar. Do me thonë, në fenë islame nuk festojmë atë që kanë arritur të tjerët, atë që kanë kontribuar të tjerët. Ata si data historike mund t'i kujtojmë, t'i përkujtojmë, t'i shënojmë, të shkruajmë për ta, të flasim, të urojmë, kështu më radhë. Mirë po, festa konsiderohet një kontribut që ke dhënë personalishti dhe rezultate që i merr nga kontributi i dhënë, ti ke të drejtën që të festosh. Dhe për këtu dalin edhe dy festat kryesore që i porositi profeti i Zotit, mësuesi jon i fesë islame, ai i cili e barti mbi supët e veta fjalën e Zotit, pra librin e shenjtë Kur'anin, dhe mësimet që na solli pejgamberi i Zotit, i solli dy festat kryesore, edhe për popujt që jeton në kohën e tij dhe për gjithë ata pjesëtarë të fesë islame që do të jetojnë më tutje. E para është ndëlidhur komplet me një sakrificë që bën vetë individi. Pra po përsëritem. Jo për të harruar atë që kanë sakrifikuar të tjerë. Ata i kujtojmë, i përkujtojmë, i shënojmë. Thurim edhe lavde për ta. Mirë po, festë konsiderohet një kontribut i joni. Për shembull, Ramazani dhe Bajrami janë të ndëlidhura njëra me tjetrën. Nëse ne një muaj Ramazan kemi sakrifikuar për hir të Zotit, ne një muaj Ramazan kemi abstenuar nga haja dhe pija, kemi ndruar regjimin komplet të jetuarit, të ushqyerit, kemi shtuar adhurimet, kemi shtuar lëmoshën, kemi shtuar vizitat. Gjitha
angazhimi që e kemi bërë, sa dhe që mund të themi, jo e lehtë ishte, nuk vërejtëm gjë, në esencë nuk është e dha që lehtë, sepse kërkon komplet një sakrificë. Sakrifica e babait, i cili krahas angazhimeve ditore të punës, oraret e kështu me radhë, duhet të përkushtohet edhe në traditat tona fetare që i kemi këtu në kujdesin për sigurimin e të mirave që ka Ramazani duke bërë disa harxhime, më pastaj duke shtuar adhurime dhe ibadetet, pastaj edhe bashkëshortja krahas angazhimeve dhe punëve që ka të përgatit edhe syfyrin, por edhe iftarin, madje edhe për mysafir të shumë që duhet ftohen brenda familjes në sofrën e iftarit, dhe gjithë kjo edhe shumë punë tjera brenda Ramazanit është një angazhim. Dhe gjithë këtë e bën duke qëndruar i uritur, i etur brenda tërë ditës, dhe gjithë këtë angazhim që e bën për hir të Zotit. E bën këtë sakrificë personale. Dhe kjo sakrificë është ndërlidhet me një festë. Sepse kur e përfundon ditët që ti ke sakrifikuar, tash është koha që unë të festoj. Desha vetëm t'ju pyes për, pasi që flasim për Ramazanin, nata e Kadrit, që është një natë e madhe, pak më detajisht çfarë simbolizon? Po, nata e Kadrit është pjesë e muajit të bekuar të Ramazanit, është një natë e veçantë, e dalluar, nata më e dalluar në A dihet saktë në cilën ditë apo parafërsisht? Po tani saktë nuk dihet sepse ka ngelur e fshehur që ngohen e profetit Muhammed alayhi salam dhe ajo ka urtësitë e veta pse ka ngelur e fshehur, por mbas të dhënave profetike, natën e Kadrit pejgamberi i Zotit na porositi që ta kërkojmë në 10 netëshin e fundit të Ramazanit, që ato 10 net pak përkushtimi, lidhshmëria jon, krijesë krijues, rob i Zotit, ma i cili na furnizon me gjithat mirat që i kemi, edhe në atë që kemi në brendin tonë, në fizikun tonë, po edhe në atë që na rrethon, sepse Zoti gjithçka krijoi për ne. Gjithçka krijoi për krijesën njeri. Gjithçka vendoi në shërbim të krijesës njeri. Dhe ajo që e vendoi më kryesore në shërbim të krijesës njeri, ndodhi pikërisht në natën e Kadrit. Ndodhi duke e shpallur librin e shenjtë Kur'anit. Dhe simbolika e natës së Kadrit është ardhja e Kuranit. Dhe ne duhet ta gjejmë momentin që Meleku Xhibril, i cili ishte dërguar i Zotit special për t'ia kumtuar shpalljen profetit Muhammed alayhi salam, që ndodhi në natën e Kadrit, dhe ne ta kërkojmë brenda këtyre 10 netëve kur është ky moment. Dhe ky moment gjendet sepse kërkon edhe vetë pejgamberi i Zotit që nëse ne angazhohemi me adhurim brenda këtyre 10 netëve, ne do ta takojmë atë. Më pastaj është specifikuar që ajo mund të jetë njëra prej netëve tek të 10 netësheve të fundit, pra mund të jetë nata e 21, 23, 25, 27 apo 29, bazuar në komentatorët e haditheve, komentatorët e Kur'anit, në shokët që kanë qëndruar rreth pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, theksi i veçantë që është venduar, supozohet që mbas shumicës së dietarëve që të jetë nata e 27. Po se ne ndonjëherë zakonisht e festojmë një ditë të veçantë, ka ditët e fundit të Ramazanit, i japim përkushtim të madh dhe i urojmë natën e Kadrit, mirë po disa dhe e dim se është dhe 10 ditë që i fundit që nuk dihet se në cilën ditë bie ajo natë e madhe. Që thuhet se një natë e Kadrit sa ditë është? Një natë e Kadrit mbas fjalëve të Zotit, pra ka vlerën sa 1000 muaj. Por ne këtu prapun po them që nëse në një vend është venduar një traditë që disa ne të dalluara ne të mundohemi të gjejmë dhe ti të saktojmë, krahas që ne brenda 10 netëshve të fundit shtojmë adhurimet, sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kryente edhe një rregull fetare që e quajnë itikaf, më thonë ta 10 netëshin e fundit e kalonin duke u mbyllur në xhami dhe duke u përkushtuar vetëm për Zotin. Vetëm që ta gjejnë në atë momentin, mirë po nëse në një shoqëri është e hapur kjo si traditë që 10 netëshin e fundit të mundohemi ta gjejmë, po në tekst të veçantë, mbas shumicës pra po them të dietarëve të kërkohet në natën e 27, dhe ne kemi bindje që ajo na duhet të jetë nata e 27, duke mos qenë të sigurt sepse përderisa e ka fshehur i dërguar i Zotit, e ka fshehur Zoti, atë nuk mund ne ta dimë me saktësi, por e jona që ta kërkojmë atë,
Pse themi ta kërkojmë atë? Sepse vlerën e kësaj nate që e ngriti pejgamberi i Zotit në më tepër se 1 muaj, këtu nënkuptohet mbas komentatorëve të Kur'anit vlerën e madhe që e ka sesa numrin që e tregojmë ne. Sepse jo edhe ne në gjuhën shqipe e përdorim shpesh kur duam që diçka të themi për të arritur, më thonë, vlerën e saj, i themi 100 herë kam thonë. Në fakt nuk ja ke thonë 100 herë, por shumë herë ke thonë. Edhe Zoti përmend këto në Kur'an, komentatorët thonë, sepse tek arabët është përdorur kjo në terminologjinë e gjuhës së tyre, për të treguar se sa është e vlefshme, jo për ta përpjestuar thjesht që ajo ka vlerën sa të 3 vite, 4 muaj, mbas një përllogaritje matematikore, por thjesht për të treguar sa vlerë të madhe ka. Pse nuk mund ta precizojmë saktë në vlerën, sepse vetë Zoti në po të njëjtën kaptin thotë "Wa ma adraka ma lailatul qadr", çka dini ju për natën e Kadrit? Do këtë që po e flasim ne është shumë e paktë për atë që Zoti ka përzgjedhur për natën e Kadrit, që ka përzgjedhur për besimtarët, ku të njëjtën kaptin tregon që atë natë zbresin melekët, ngrihen me melekun kryesor, vizitoj njerëzit. Dhe gjithë kjo është për të dëshmuar Zoti lidhshmërinë që ka me krijesën. Dhe Zoti asnjëherë nuk e le krijesën të vetëm. Çdo herë është pranë krijesës, edhe në momente gëzimi dhe në momente pikëllimi. Dhe në momente kur njeriu ndoshta është i ngarkuar apo i ngushtuar shpirtërisht dhe mundohet të gjejë një dërman, të gjejë një rrugdalje, të gjejë diçka, të qajë dertin dikujt, edhe pse ne mund të kemi shumë miq dhe shokë që ua qajmë dertin thjesht për t'u lehtësuar, po jo për t'i zgjidhur problemet, sepse ato i zgjidh Zoti. Dhe Zoti në natën e Kadrit tregon që ja unë këtu jam një herë në vit. Zoti edhe pse është gjithmonë me ne, po një herë në vit me dërguar special tek ju për t'ju u bë me dije se Zoti çdo herë është pranë jush, Zoti në çdo moment është pranë jush, dhe Zoti çdo herë dua dhe lutjet tuaja i pranon. Mjafton një të përzgjedhni momenti që të tregoni rubrinë tuaj kundrejt Zotit, sepse ne jemi të kufizuar, ne jemi të dobët, ne pa Zotin jemi asgjë. Zoti është gjithçka për neve. Ai jo vetëm që na jep shpirtin për të na bërë që të jemi njerëz, sepse pa shpirtin ne nuk do të kishim krijesa njerëz, por thjesht edhe gjitha ato beneficione në jetë që i kemi, gjitha ato të mira që i kemi, pikërisht vinë nga Zoti. Dhe na këto mirësi të Zotit që na vinë, ne në këtë natë duam në shenjë mirënjohje, në shenjë falënderimi dhe në shenjë të asaj që ne jemi njerëz, ne gabuam, o Zot na fal, se bërëm disa gabime dhe ne pendohemi te ti dhe Zoti i pranon këto pendime. Pra këto janë data dhe momente të caktuara që ndërlidhen me muajin e bekuar të Ramazanit. E në veçanti Ramazani peshën e merr me natën e Kadrit dhe nata e Kadrit peshën e merr me zbritjen e Kuranit. Sepse sikur mos të ishte ki udhëzues, edhe njerëzit nuk do dinin ka duhet të orientohen. Po për atë dhe shumë e rëndësishme është njerëzit që ka të orientohen. Të rikthehemi tani te Fitr Bajrami, pasi që biseduam pas Ramazanit, të vije Fitr Bajrami. Diç më tepër për shikues tanë për Fitr Bajramin, për domethënien e kësaj feste. Po e kapëm aty që domethënë festat në Islam do lidhen me një angazhim. Dhe pas angazhimit tash vjen dita, unë e quaj dita e vjeljes. Andon kur duhet të korrish atë që e kemi mbjellur, dita e Bajramit është ajo ditë ku ne bëjmë vjeljen shpirtërore. Domethënë të atij angazhimi që e kemi dhënë shpirtëror brenda muajit të bekuar të Ramazanit, vjen dita e Bajramit që ne duhet të korrim, siç na mëson neve pejgamberi i Zotit, edhe rreth Ramazanit, po edhe për ditën e Bajramit. Këto janë ato momentet ku Zoti i jep shpërblimet e njerëzve, të cilët sakrifikuan, agjiruan brenda Ramazanit me bindje dhe kënaqësi. Po e përsëris, me bindje dhe kënaqësi. Dhe vjelja, korrja, shpërblimi i këtyre njerëzve është futja në xhenet, mos fjalëve të pejgamberit alayhis salam. Do të thonë një shpërblim shumë i madh shpirtëror. Do të thonë flas vetëm në aspektin shpirtëror, sepse edhe festa në fenë tonë është e lidhur me aspektin shpirtëror. Për shembull, ne nuk duhet të themi që përfundoi Ramazani dhe përfundoi lidhja jonë me Zotin. Se dhe festa në Islam është e lidhur me Zotin. Si e fillojmë në ditën e Bajramit? E fillojmë prej në xhami.
Shkojmë, nështë shumë shkurt, janë vetëm 2 rekate namaz që i falim. Po thjesht në shem falenderimi për Zotin që na dha shëndet, na dha të mira, na dha begati, ne e fillojmë festën fillimisht duke e falenderu Zotin. Shkojmë, i përkullim atij, i bim sejdë atij, bëjmë dua tek ai dhe më pastaj kthehemi brenda familjeve tona për të kryer edhe obligimet tjera familjare që i kemi ndoshta edhe miqësore, edhe për të disponuar, edhe për të bërë ahengje dhe për gjitha të mirat që janë brenda kornizave të lejuarës. Festa e Bajramit, Fitr Bajram veçanti ka disa kuptime. Kuptimi i parë është që ne festojmë një fitore që arritëm që të mundim veten tonë, egon tonë, epshin tonë, që ne po e respektojmë Zotin dhe ne këtë fitore e arritëm, pas një muaji ne dolëm fituesit. A ka humbës? Po me siguri ka humbës që nuk kanë arritur që të fitojnë egon e vetë. Mirë po, ata që arritën që ta fitojnë, ata këtë ditë edhe festojnë. Dhe kthehen tani më në jetën normale. Për atë edhe kur kam biseduar dietarët se pse emrin festa e Fitr Bajramit, Ramazan Bajramit, që në gjuhën arabe origjinale është Eidul Fitr, sepse fjala Bajram tek ne ka ngel si traditë që vjen nga persishtja, nga perandoria osmane e këndej, por në origjinal Eidul Fitr, një prej komenteve thuhet që kuptimi është kthimi në natyrshmëri. Më thonë, sikur ne kemi jetuar 30 ditë në formë të jo të natyrshme, sepse nuk është e natyrshme të zgjohesh në 4 mëngjesit apo në 3 mëngjesit të hash darkën dhe mëngjesin dhe brenda 3 ditës mos hash asgjë deri në darkë. Por këtë e kemi vënë për hir të Zotit. Dhe tash kthehemi në natyrshmëri. Bile pejgamberi i Zotit na ka porositur para se të shkonin në xhami ditën e Bajramit të hani diçka për të dëshmuar që përfundoi, nuk ka më agjerim. Dhe më pastaj kur të ktheheni normalisht që brenda ditës, traditat me ëmbëlsira kështu me radhë, te Fitr Bajrami kurse te Kurban Bajrami pejgamberi i Zotit ka porositur që të hanin nga mishi i kurbanit. Kjo është njëri aspekt, aspekti shpirtëror. Aspekti tjetër që është shumë i rëndësishëm në festat fetare është ai aspekti i barazisë sociale. Festat fetare na porosisin neve që nuk duhet të festojmë vetë. Sepse zaten festa nuk bëhet vetë, bëhet me miq dhe me dashamirë, bëhet me familjar, po bëhet edhe me shoqërinë në përgjithësi. Barazia sociale që bëhet, që angazhohen besimtarët që ta bëjnë brenda Ramazan, nuk më merr mendje që ka në ndonjë fe tjetër apo në ndonjë traditë tjetër. Ne obligohemi, jo të preferohet, obligohemi para Ramazanit, t'i gëzojmë të varfurit, nevojtarët, ata që kanë borxhe të mundojmë të lajmë borxhet, ata që kanë ngelur në rrugë të mundohemi të zgjidhim problemet, të mos ngelin në rrugë, të kenë shtëpitë e tyre kështu me radhë. Këto janë obligime fetare kuranore. Ato deshta të pyes për fitrat, dhënien e fitrave. Po këtu dua të ndëlidhem. Kjo e bën atë barazinë sociale që po flas unë, që kur vjen festa, solidariteti. Po, kur vjen festa, ne veçmë që gjithë mundohemi të kemi, të them, disponimin festiv. Për shembull, edhe i pasuri që konsiderohet pastërti e pasurisë së vet, që ja ka dhënë Zoti, që përqindja e caktuar në zeqat është 2.5%. Dhe sadakatul fitrin varësisht se si jeton jetën ti, po atë që edhe duhet të japish. Do thonë, nuk është e barabartë të gjithë njerëzit, ata cilët janë më të pasur japin pak më tepër, ata që janë më të varfër japin pak më pak. Por që të gjithë duhet të bashkohen kësaj dhënjeje. Që të gjithë. Domethënë për me tregu që gjithë bashkohemi krejt një qëllimi fisnik. Dhe kur i ndihmojmë ne të varfërit, shumë interesant është edhe ekonomia lëviz. Edhe çarshia lëviz, edhe tregu lëviz, edhe marketi lëviz. Edhe ata që bëjnë biznes, që qarkullojnë të hollat, e të varfër që nuk kanë marrin dhe blejnë diçka. Dhe kjo bën një lëvizje të hatashme ekonomike, që këtë e ka vetëm Ramazani, ka vetëm Fitr Bajrami, ka vetëm feja jonë. Dhe kur vjen dita e Bajramit, veç më e ndjen këtë emocion gëzimi, sepse çdo fëmijë veç më ka ble rrobat e reja. Edhe pse ndoshta nuk ja ka marrë mendja që mund t'i ketë për shkak të gjendjes ekonomike dhe sociale që e ka pas. Dhe ditën e Bajramit, që të gjithë fëmijët, pa më pavarësisht cilës klasë shoqërore është, që të gjithë fëmijët janë të gëzuar, janë të barabartë, të gjithë për shembull trokasin e përdyer, gjithë bëjnë urimin e Bajramit. Shifni, skenat të ndryshme, që nga koha e profetit Muhammed a.s.
që na ka dhënë neve shumë mësime, janë ato momente kur ka pa një njeri të varfër apo një jetim që nuk ka prind, ka ngelur në rrugë dhe s'ka kush t'ia blen rrobat, pejgamberi Zoti ka marrë ka në shtëpinë e vet. Edhe i ka konsideruar sigur fëmijët e vet, i ka thonë a dëshiron që unë të jem baba yt, thjesht vetëm që Bajramin ai fëmijë ta kaloj si gjithë fëmijët tjerë. Dhe kjo është ajo barazia, themi sociale që mundohet feja islame nëpërmjet besimtarëve, praktikuesve të fe, ta sjellë në shoqërinë ku praktikohet feja islame. Po donjëherë shpesh themi Bajrami i madh, Bajrami i vogël. Përse përdoret në terminologji kjo? Po, kjo nuk ka të bëjë me ndoshta me madhështinë dhe ditët e festave, sa ka të bëjë me peshën që e ka, sepse Bajrami i madh ndëlidhet, siç thash pak më herët, me komplet një muaj. Madje edhe jo rastësisht neve edhe të tjerë kur na thonë që keni festën e Ramazanit, sepse është me vërtet një periudhë shumë e gjatë kohore, që nuk përfundon vetëm me Ramazanin, po vazhdon me Bajramin. Pastaj muaji i Sheval preferohet që edhe aty të agjërohen 6 ditë. Është një interesant një përllogaritje matematikore në bazë fjalëve të profetit Muhammed alayhis salam që bëhet që 30 ditët e Ramazanit nga 10 shpërblime që llogariten nga 10 ditë, një ditë sikur 10 ditë, llogariten 300 ditë. Edhe 6 ditët e Shevalit që llogaritet nga 10 ditë bëjnë 60 ditë, 360 ditë bën 360 ditë. Thotë pejgamberi i Zotit, nëse i shtoni adhurimet në muajin Sheval me 6 ditë agjerim, konsiderohet sikur të kishte agjeruar tër vitin. Këtë keni vetëm te kjo festë. Dhe ne andaj themi kësaj festa e madhe e Bajramit apo Bajrami i madh. Jo për t'ja humbë peshën Bajramit tjetër, që themi që është Bajram i vogël, por tek ajo festa tjetër, jo të gjithë besimtarët e mbar botës janë aktiv për të festuar për shkak të një kontributi personal, tash pak më herët. Sigur te Ramazani, pa më parasysh që i varfër i pasur, ku je, ti agjiron. Ajo është ndëlidhur me haxhin, dhe është ndëlidhur me kurbanin. Dhe atë jo çdo kush çdo vit mund të shkojë në haxh. Dhe jo çdo kush obligohet me therrën e kurbanit, por ata që kanë mundësi. Dhe mbas kësaj veç më minimizohet festa, sepse është gjithë ne solidarizohemi edhe ne festojmë me ata që therrin kurbanin, me ata që shkojnë në haxh. Mirë po, jo sigur të ky Ramazanit ku me të vërtet ka një angazhim i madh social, shoqëror, familjar, që tash pak më herët ekonomik, gjitha janë në funksion dhe kjo e bën kë Bajram që të jetë Bajrami i madh dhe ai që të jetë Bajrami i vogël, jo për na humbë peshën, po për shkak të angazhimit të vetë njerëzve. Ajo shpirtërore të dy Bajramit. Po. Dhe vi faleminderit shumë që ishe pjesë e kësaj rubrike speciale dhe që për herë të parë ne si televizion patëm rastin që në Bezisten këtu pra në këtë hapësirë të mbajmë këtë intervistë të shkëlqyer dhe shpresojmë që do vim, do ju vizitojmë më shpesh për shikuesit tanë të shohim se sa fe e pastër, sa shpirtërore, sa e lirë dhe sa shoqëria do të ketë nevojë për këshilla të tilla dhe për dituri njohuri se çfarë fe është feja jonë. Ju falenderoj edhe një herë dhe ju uroj edhe festën dhe gjithë të mirat, suksese të më të tjeshme, me shpirt të pastërt, me solidaritet dhe me të mirat e botës nga Zoti. Kënaqësia ishte jone, ju falenderoj shumë që erdhët, jeni në shtëpinë tuaj, çdo herë dera është e hapur. Shfrytëzoj nga rasti një që falenderoj juve, stafit realizues, gjithë televizionit, edhe juve tu uroj, edhe gjithë besimtarët që na ndjekin festën e madhe të Fitr Bajramit.